rast tjetër, problem tjetër që i ka ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në familjen e tina, është një ngjarje që i ka ndodhur pejgamberit sa kur gratë veta kanë kërkuar që të shtohet doza e dhanjes nga pejgamberi sallallahu për gratë veta. Do t'ju jep pak më shumë. Ti bje buk pak më shumë. Ndërsa pejgamberi sallallahu për nga natyra cila ka qenë, e ka shpëndasur, e ka shpëndar pasuri, se ka marrë parën për vetë. Ai ka mujt me arë këtë dunja që ti parë, por si ka dash sallallahu alaihi wasallam. Tregon Xhabiri, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Xhabir ibn Abdullah radiyallahu an, thotë një ditë për ditëve erdh Abu Bakr Siddiku. Edhe kërkoi leje me hite pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe i gjeti domon disa njerëz derë të ati s'pi jap leje me hyje. Hini Abu Bakr Siddiku, pas Abu Bakrit erdh Omeri radiyallahu an dhe kërkoi leje me hite pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hynën, pse kanë hikë këto kështu që ka lirshëm? E para, se i ka pas shok domon shoqëri të veçantë, apo ata njerëzit nuk duhet më i dhnu kur dikush e ka një shok të veçantë. Apo, më thënë, shiko, plotës që ka dhënë leje, kur ka ardhur Abu Bakri ka thonë hin. Kur ka ardhur Omeri ka thonë hin. Kjo e para. E dyta, sepse ato i kanë pas çikat e veta atë. Ato i kanë pas çikat e veta. Njëri te Aisha, tjetri te Hafsa. Kanë te çikat te bijat e veta. Domthon për veçoritë që kanë pasur pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe kanë pa këtë gratë e veta të shujt. Kanë bezotuar në qetësi, edhe pejgamberi shumë i mërzitshëm. Shumë i mërzitshëm. Mone vën këtë shumë i mërzitshëm. Edhe thot Omar Khattabi, thot tashti me kesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I ka mërzit me e pa të mërzitshëm pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë të tham diçka, mos peshti me kesh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë ja Rasulullah, sikur ta shefshin janën pi grave të mia, shkova sot në shtëpi, më tha shumë pak po na bëti, më shumë dësh me na pruve. Tha edhe e rregullova. Omar Khattabi tha waja'tu unuqaha. Tha e godita në shuplak, tha edhe e ndroi muhabetin. Fa dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe filloi me qesh pejgamberi alayhi salatu wassalam, pastaj tha, çe tha edhe këto për gratë veta, rreth mua të njëjtën janë të lip. E përsa dhe karanuk kjo. Ka thonë qire? Ka thonë të njëjtën janë të lip. Ka thonë po më lipin me eshtu dozën e hargjimeve. O pak i të napruva. Apo? Sepse ka në transmetime se disa gra kanë thonë, subhanallah, gjitha të pare vinë shpiton, pak na jetë neve. Njerëz kanë pru për shembull, të bëm shumë parë kanë pru të mëson, por më shpërndaja. Mëson e ka morë ka dhon. E ka morë ka dhon. A kupton? Nuk ka ardhur zeçata sadaka e shumë parë ka pas rast, mëson ja kanë prue, për shembull, një tuf deve, komplet dy kodra në mes, këtë deve. Tuat janë Rasulullah. Masa ne pak s'ka shku koka, njëri ka thënë, a më jap këtë çto? Apo ti më ta dhon njëri fabrikën e Mercedesit. Po dhe vend qëtëri, ty je pronari, dhe thot njëri, unë jam fukara ma jep. Apo? Njëri thot mos i prek qelsat. Dhe qelsat i ka të shetaj. Me mësa më tha, meri ki, tuat janë. A i morë parën, se devët e lidhë parën dhe ecin tjerat bashkë. Tha shkoni te Muhamedi a.s. se kisë që tut ke fukarallokit. Nuk i tutët fukarallokit. Pra ka artë transmetime se ato kanë thonë, shumë pare hitena, hitësjet. Edhe janë ankuë. E kam posin loj plani, këtë bashkë me kërkute me mësam shtimin e të hyrave. Edhe i ka thonë mësam që edhe këto. Atere, thot, u quë Ebu Bekri të morë hujum mbi qikën e vetë. Edhe u quë Omeri të morë hujum mbi qikën e vetë. Edhe duke ju bërtit, ju i kërkoni dhe ngarkoni për mësam me hargjime shtes, atos qikat e vetë, që kanë bërtit atë në grave tjera. Ju i kërkoni shtes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me sami ka tak, jo, unë me qëtek, jo, do në të kratë ju e shka bani, jo, unë me qëtek nuk i zidi këta pun, ka qenë vetëm që e ka shpre mërzijin. Pastaj, ka zbrit një ajet, në surën El Ahzab, ajeti 28-29, ku thëtë Allahu të barek e vëtala, ja e juhën nebiju, o ti pengambar, dhe shikoni këtë thirje, se për mësa mu mërzit shumë, a mund të paramendu, djetartë, në komente kanë thonë, maran për burin, se sa mi thonë, si e nivelin e dur burnijës, s'ka. A gratë, fatkecisht, Allah i përmisov gratë e muslimanëve, shpesh kur dojnë me kriju ngarkez mbi burin, s'te e përdojnë. Si shë e ka në thotë kur farbori. A i diqka, ka, mund është me mytë, dven me mytë. Po kjo kom për nga mërë, di mrojt për Allah u gjiluala.
kur farburi sheko. Këshire Alanin, këshire filanin. Vallai në pallat jeton, e kitë mirat e Zotit xhallahu ala i ka, thot pa ama, ajo shopping del për ditë ajo tjetra. Apo e sikletau burrin për çka? Për blerë dhe shitje. E keni pa disa kanë si lloj anomalie, çrregullim. Pa dal ajo për ditë me bë shitje, si ka mundsi subhanallahu el azim. Ku morali? Ku më don ka dal sabër s'ki burs. A duhet veç mu me mgopa? Po ku janë harxhimet tjera, ku janë detyra tjera? Po ku është Allahu dhe pejgamberi sa selam? Andaj tha Allahu xha, o ti pejgamber, thuaj grave tua. Shiko, thuaj grave tua. Nëse e doni jetën e kësaj bote dhe zinetin e saj, bukurinë e saj, fa ta'alin, hasi këtu. Umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ecni të une, ju jap pare edhe ju shloj. A? Doni pare? Ju mendoni si për pare? Allahu xhelala i ka pru pejgamberin, a do mu kanë mbret pejgamber, a do mu kanë fukara pejgamber? Ti mu pas kon çështu. Me ta dhënë Allahu mundsi, jo pejgamber, po musliman. A do mu kanë me pas në ngajp ti mundsi me prek aty. Me shkruajt. A me thon Allahu, a do mu kanë musliman zingin, a fukara? Cilën kishë zgjedh? Jo ne thot, valla me zingin knaqesh, edhe jep, po ai na ti pa zingin sa japin. E ja, Allahu xhellahu ala i dha mundsinë tha jo, du fukara. Fukara kanë pejgamber. Atëri tha Allahu xhellahu ala, e thuaju, e nëse e doni Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ahiretin, atëherë dijeni se Allahu për gratë bamirse ka përgadit nga mesi juaj o ju gra shpërblim të madh në ahiret. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka fillu me Aishën. E ka thirr Aishën, ka thënë, oj Aishë, ka thënë këshire, po du me thonë diçka, këtë përpikmëri dhe domthon alayhi salatu wasalam, çka mund thuhet për pejgamberin alayhi salatu wasalam? Pos e mi qu salavat. Ka thënë, oj Aishë, kam të kallzu një punë. Ka thënë, du më përgjigj, ama mos u gut. Mos u gut. Ka thënë, shko veti babën tanë dhe nënën tanë. Shko konsultoje me babën dhe nënën, edhe pastaj më jep përgjigje. I ka thënë Aisha, çfarë punë ja Rasulullah? Çka është ai derë çka ti po kërkon prej mua mos më gut në xhevap? Ka thënë shiko. Pastaj ka thënë Aisha, ka thënë ja Rasulullah, si ka mundsi unë me vet babën tëmë dhe nënën tëme për diçka për tyje. Edhe ja ka prezantuar këtë që ka thënë Allahu xhela. Pra ja ka lexuar jetën. Si dush dunjajën, që po ta jap. Si dush Allahun dhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe ahiretin, ban sabër çështu që jena. S'ka që kaç. S'ka diçka tjetër. Atëre i thot Aisha radhiyallahu anha, ja Rasulullah, nuk dihet xhevapi, dihet se unë duam net me tije. Ka thonë për këtë punë nuk e pyeti, nuk e pyes kur ka thonë vetë kam një kërkesë. Vetë kam një kërkesë, ka thonë si të drejtin, gratë të tjera, ku t'ja u kallëzojsh, ku t'ja bësh këtë pyetje, ka thonë mos i kallëzosh çfarë xhevapi ku më dhon unë. Gruaja jetë gruaja. Edhe në sikletin më të madh, Aisha u mundu me shfrytzu, mos ta dije çka është përgjigj. Aisha helbet ato thonë na po dojna dunjajën e po pijet kësaj na vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë si të drejtin ato, çka ja përgjigj Aisha, ti mos i kallëzo. Atëri ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, jo. Unë s'jam dërguar ngarkus. Mira nu njerëz, apo mi testue. I pa njëri thot, thuja ti një fjalë, këshire çka po thataj më sani ti. O banë me burr, thuja ke çka kimë thon, pastaj këshira çka më thon. Ç'kjo burrni apo? Jo ti gjuje një fjalë, këshire ti testoj. E keni pa kjo probleme tani që jemi te familja. Shumica e problem bën çështu. Shkon e merr në nasihat të gabum. Thot thuja ti nanës çështu buritan këshira çka po thot. Po ama i ka mundsi ta shlon çikën ta letë shtëpia. E pastaj çka? Shohim pastaj donjëra dhe arroganca të larta. Ani thot ti e kon drejt. Pse prishet një familje për një tek dikujna, për një ignorancës dikujna, ani nanë e ki po zdi, rri. Nanë e ki po, babë e ki po zdi, rri. Vetët i kanë shka di, mos e prish familjen. Allahu xhelalu ala, në gjuhën e pejgamberit na ka mësue se gjëja më e urrëtur te Zoti, cila i gjërave halal, talaki. Se do Allahu talaki. Ku jet ai fëmijë? Një copi jet te nana, një copë te baba. Andaj, sa është e rëndë që ti ta prishësh një familje. Kujdes shumë. Andaj çka i tha Aisha? Ta mos ju kallëzo. Po sa ta jo, unë jam ngarku, jam dërguar ngarkus, muta'annitan wa mu'annita. Unë as jam vetë ngarkum, as nuk e ngarkoj dikan, mirë po ka thënë, mund ka dërguar Allahu muallim,
muallim, mësues i lehtë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka dhënë si të cilës gruaje këtë ofertë. A do më nejt? A do më shku? A do më nejt? A do më shku? Të gjitha e kanë dhënë të njëjtën përgjigje. Kanë thënë e dojna Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çka mësohet edhe për kësaj se kona ka mbaruar, ka edhe gjëra tjera, të do t'i përmendim, nëse na mundsohet. Për mësam, gjën e parë që e ka bë, cële ka bë me Aishën në këtë rast kur i ka ndodhur problemi, e para kur ndodhe problemi vëllazër, nuk duhet njeriu me shpejtue me marr vendimin e fundit. Apo ato që kanë bë, ka thënë ja Rasulullah, shumë pak po hinte na se jene s'po na del kjo, s'po na del kjo. Nësa veç u mërzit. Apo edhe gjën e parë që ka bë, ka thënë dietar, s'ka marr vendim. Ka mujt hiç me s'e prit shpadën. Ka thënë po, çfarë parë? Largoju. Rrerat, apo. Ai gjithë ato telashi ka pas, gjithë ato puni ka pas, tash ka më marr, a hini këtu, a hini kaç kilograma, a hini kaç kilograma? A janë vrarë njerëzit jashtë lufta Bedrit, Uhudit, Ahzabit, i ka thur letër persianëve, romakëve, Egjiptit, gjithë ato probleme i ka pas, mirë po kjo nuk e ka pas që të merr hujum. Andaj puna e parë, që kur ndodhe problemi i cila mos e thuj fjalën e fundit. Po çemo ata, ti mua thua se ta, po, u kri. Ka dha se s'po kurjo. S'po kurjo. Ta ka thon, prit pak. Andaj shikoj mësam kur e ka ditë se ka mundsi xhevabi me ashtë, me ja prish jetën Aishës, apo se para mendoni supozimisht. Sikur pejgamberi alayhis salam t'ia ki sill nga nervoza, pra çeparët ec. Sa probleme. Si do ta prit tek këtë punë Abu Bekri? Si do ta prit tek këtë punë Omeri, që dy çikat e tyre janë shlu nga ana pejgamberit alayhis salam. Andaj Umar Khattabi në rast tjetër, pejgamberi tani ta përmendim shumë shkurt, pejgamberi e ka pas, e përmendëm, e ka urrejt që mi ardh era keqe. Në ditë për ditëve e kanë pa Aisha edhe Hafsa se shumë pe ka merak i Mekin e Zenebit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Apo edhe i ka thonë Aisha Hafsës, a bojna një manovër qështu? Shku? A bojna një manovër? Ka thonë po. Ka thonë këshire, kur tjetë ditën që e ka për mësam të Zenebja, edhe vjen ai, ka hangër të pita jo, e ka merak uqimin e asajna, aja gërditna. Qëshme ja gërdit? Ka thonë, kur t'hinjet e ti, thuj, ja Rasulullah, era dishka të vika, mëski hangër dhe ja ka përmenat emrin e uqimit, e cila ka qenë me gafir. Një loj, përgjire që ka ba Zenebja. Ka thonë edhe unë i tham njët. Edhe ka hije, për mësam të Aisha ka thonë, ja Rasulullah, era të vika, u ka shëtsuar, mësam. Kër ka hije të Hafse, ka thonë, ja Rasulullah, era të vika, 2 gra, era të vika, edhe u ka shëtsuar. Pejgamberi alayhi salatu vesselam. Pastaj që ka ndodhur, kur e ka marrë vesh për mësam, i ka kallëzuar Allahu xhela me Kur'an. Ka thonë, kjo manovër e kësajna, e Aishës edhe e Hafsës. Po lexo vetëm një pjesë të ajetit që ka zbrit nga ana Allahu te bareke ve teala. Allahu xhelalu i ka thonë Aishës edhe Hafsës, in tatuba ila Allah, ose pendohuni për kësaj pune. Shikoj, ose pendohuni për kësaj pune, sepse zemrat e juve dojnë me lakue. Apo e nëse ju vazhdoni kështu me ja bë pejgamberi sa, e çka kanë bërë vëllazër? Kanë bërë manovër që ti thonë po të vjen era ta largojnë pej Zenebit. I ka thënë Allahu te bareke ve teala, nëse ju vazhdoni kundërtina, ta dini, fa inna Allaha huwa maula. Allahu është mik i pejgamberit sa. Tash në ta mort me një, Allahu ne ka ai mik. Wa Jibrilu, edhe Jibrilin e ka mik. Wa salihul mu'minin, dhe besimtarët e drejtë i ka miq. Apo wal malaikatu ba'da zalika dhahir. Edhe pas këtë kësaj melekët janë të prit urdhër, helbet ja prish dikush pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam. E çka ndodhur vëllazër? Çka ndodh? Pejgamberi këtë prapë ka menaxhuar me urtësi. Një muj e ka ndrejsh një dhomë vet. Bo be ka thonë vallaj, a e banë që ta apo? Një muj juve. Edhe kër kanë bo, janë bo 29 dit, apo se muj hënorësh 29, edhe 30, kër janë bo 29 dit, mrejna për jësam të shtëpinë vetë. Disa sahabi kanë thonë, ja Rasulullah, a është 29 muj? Ka thonë po, është edhe 29. Si ka menagju këto kriza për jësam? Si ka thonë? Ka bo be ka thonë, zvi me juve, ka dit, e kështu më ratë. Andë ka e parë, mësimi i parë, nga kjo ngjarje, cila është ta kuptojna
se fjala e fundit nuk thuhet e para. Edhe e dyta, edhe me këtë e përfundojnë atë vëllezër, është se duhet ta kuptojnë sen. Këto kanë qenë ngrat pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Çka kanë kërkuar vëllezër? Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kur I tha Omeri, "As të ja Rasulullah, të kazoj shem ka thënë me kalip harxhin." Kanë thonë në cila natyra e gruas me pak nuk ngjihet. Këta e kanë gratë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E gruaja jote, e gruaja ime, e gratë e muslimanëve të thjeshta, a është domethënë cenim për ato gra kur kanë qef pak më shumë me pas nga standardi që e kanë? S'është cenim. E si duhesh ti me menaxhu si ka me xhu pejgamberi alayhis salam. E jo me shku në akuza. Ndërsa gruas çka I thuhet? Gruas I thuhet ti më pak pa. Mos kërkoj shumë. Pra, kur ti flasni gruas, I thojnë kështu. Apo andaj për shembull kur e kemi përmendur neve hadithin e pejgamberit alayhis salam, kur ka thënë alayhis salam, nuk e ka falendëruar Allahun as ka si falenderon njerëzit. Çi ki hadith? A për zenginë apo fukarajën? Na shpesh e shohni e përdor një hadith, ai ka zot me përdor. Për shembull, e gjejna zenginin, në nimon dikujna, edhe status. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush nuk e falenderon Allahun, sa ka falendëruar. Kush nuk e falenderon njerëzit, sa ka falendëruar Allahun. Ki çfarë po thotë ki? Thujon faleminderit. Jo, ti këtë hadith se ki më përdor. Ky hadith I drejtohet fukaras. I ndihmuari duhet me e ditë se ka hak edhe te njeri. I thon faleminderit, apo andaj gruas I themi, mos e rano se burri ranohet. A burrit I themi, mos e merr për të madhe. Është normal. Kanë kërku gratë më të mira, shtim të harxhimeve, e shtim të hyrave në shtëpi, e si ka mundsi njëra prej grave të muslimanëve të thjeshta, kur ka mundsi me kërkua se mungon kjo, nëse njeriu ka ekuilibër dhe baraspeshim në gjërat, ajo nuk është diçka e çuditshme për natyrën e grave.